الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimi i takon vetëm Allahut, krijuesit gjithësisë. Vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatin ton dhe urimin më të mirë ja përcjellim të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij të nderuar dhe kushdo që e ka ndjekur, e ndjek dhe do ta ndjekë udhëzimin e Tij sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar që jeni pranishëm sot në xhami, gjithashtu dhe ju dëgjues të nderuar që na ndiqni nëpërmjet valeve të radios islame në internet, edhe ju teleshikues të nderuar që do të na ndiqni më pas nëpërmjet televizionit islam këtu në Zvicër, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi, mirësia dhe mëshira e Allahut subhanahu wa taala qoftë me të gjithë ju. Sot, me lejen e Allahut të madhëruar, në këtë ditë xumaje, do të flasim për një temë e cila është mjaft e gjerë. Dhe kryesisht të gjithë temat fetare dhe jetën kur kanë të bënë lidhje me jetën sociale, jetën shpirtërore dhe jetën individuale të njerëzit janë mjaft të gjëra. Dhe gjithsecila prej tyre duket më dinamike se sa tjetra, mirë po ne do të përpiqemi që në këtë kohë të shkurtër që kemi në dispozicion ta trajtojmë aq sa të na japi Allahu subhanahu wa taala mundësi dhe aq sa Allahu i madhëruar të na mundsojë që fjalët tona të godasin aty ku Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur. Vëllezër të nderuar, pejgamberi Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith i njofton të gjithë besimtarët musliman, i njofton të gjithë besimtarët muslimane, i njofton të gjithë ata njerëz që kanë hallë dhe probleme, i njofton të gjithë ata njerëz që kanë probleme në rrezikun e tyre, i njofton të gjithë ata njerëz që kanë probleme në shëndetin e tyre, i njofton të gjithë ata njerëz që kanë probleme të larmishme në jetën e tyre të përditshme në një aspekt të rëndësishëm, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata tudfi'u ghadab ar-rabb. Sadakaja të cilën robi besimtari musliman e jep për Allahun subhanahu wa taala, e ul zemrimin e Allahut subhanahu wa taala dhe ja shton besimtarit rrezikun, i shton besimtarit lumturinë në këtë botë, i jep atij besimtarit dhe besimtarës njëkohësisht, i jep atij një bukuri të mirë dhe të mirëfill të kësaj jete, saqë e bën të ndjejë jetën e tij të gëzuar, të lumtur dhe të dashur në vazhdimsinë e saj. Vëllezër të nderuar, unë thash pak më lart që kjo temë është mjaft e gjerë. Mirë po unë jam përpjekur ta përmbledh ose të përmbledh disa pika të saj, domethënë të rëndësisë së sadakas, mirësisë së saj dhe çfarë përfiton besimtari dhe besimtarja dhe shoqëria islame dhe shoqëria në përgjithësi, qoftë islame dhe jo, në momentet që njerëzit në tërësi dhe besimtarët veçanti përkujdesen me këtë urdhër të madh të Allahut subhanahu wa taala në Kur'anin e Kerim dhe orientim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij të nderuar. Pika e parë, Allahu subhanahu wa taala i ka orientuar besimtarët musliman që të japin sadaka. I ka orientuar besimtarët musliman që me anë të sadakas ata vetveten e tyre ta çlirojnë nga ajo ndjenjë e kopratësisë që është e lindur dhe e trashëguar me njeriu dhe njëkohësisht njeriu ta ndjejë veten e tij më të lirshëm dhe më të kënaqur në jetën e kësaj dynjaje. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin e Kerim i orienton besimtarët dhe besimtarët
dhe i cilëson ata që një cilësi dhe një virtyt i mirë i këty dy lloj kategorive, pra besimtarëve dhe besimtarëve, është që ata vazhdimisht në mënyrë të vazhdueshme japin sadaka për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe ne tashmë e dim që të gjithë një parim madhor të fesë islame, që është parimi që t'jepet sadakaja me dorën e djathtë dhe të mos e shikoj dora e majtë. Pra qëllimi i saj është më i madh se sa fshehja midis dy duarve, se sa fshehja midis syve të njerëzve, sa fshehja midis asaj që ne mund ta përjetojmë në disa raste kur disa njerëz e ndjejnë veten e tyre për mendjemallsi dhe her pas here ne shikojmë që njerëzit kontribojnë, qofshin to biznese apo qofshin njerëz me pasuri të mëdha vetëm që t'i thohet atyre në shoqëri që unë jap, unë kontriboj, unë bëj këtë dhe bëj atë, dhe shpesh herë ne shikojmë që këta njerëz të tillë vetëm përpiqen mi ndihmuar këta njerëz të varfër, por ata ç'bëjnë? Ata i demaskojnë, i demoralizojnë dhe ata njerëz që janë hall në vështirësi i marrin, mirë po nuk dhurojnë lutje dhe dua dhe sinqeritet dhe dashamirësi për këtë person i cili u përpoq ta kontribonte diçka të mirë në përmirësimin e jetës së tyre. Mirë po para se të flasim diçka rreth sadakas dhe përqendrimi jon si në vazë, dhe në hutbë inshallah me lejen e Allahut të madhëruar, do të jetë tek sadakaja dhe rëndësia e saj dhe mirësitë e saj njëkohësisht. Në këndvështrimin islam, Allahu subhanahu wa taala i ka urdhëruar besimtarët musliman që t'i japin, domethënë kemi 5 kushte e islamit, midis tyre është të themi shahadetin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Është kushti i parë që të jemi musliman. I dyta është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam iqametis salat, me fal namazin. E treta është me dhënë zeqatin për atë person i cili e ka mundësi. Pastaj është agjërimi i Ramazanit dhe udhëtimi për haxh për ata njerëz që Allahu subhanahu wa taala i ja mundson. Mirë po, ne kemi të bëjmë me ruknin e tretë të islamit, i cili është dhënia e zekatit. Një aspekt të cilin besimtarët musliman bashkëkohor e ka neglizhuar dhe e neglizhojnë në mënyrë të vazhdueshme. Sa që është bërë koncepti tek një pjesë e madhe njerëzve thotë që ne nuk kemi nga ata që duhet japim zeqat, dhe kështu si përfundim Allahu subhanahu wa taala i ka sprovuar muslimanët bashkëkohor me fitne dhe me sprova të ndryshme. Mirë po, ne sot nuk kemi për qëllim që të flasim për zeqatin, se është një kapitull në vete. Ne do të flasim për sadakan, e cila është shumë më pak se sa vetë zeqatin. Allahu subhanahu wa taala e urdhroi birin e Ademit që t'japi zeqat. Pra që të bëjmë një dallim. Zeqati është ajo pjesë, që themi ne 2.5 e pasurisë, 2.5% e pasurisë që jepet në pasuri kur është ajo të holla monetare, ose kur kemi të bëjmë me kafshët dhe kështu në mënyrë të përshkallëzuar, për të mos u zgjatur, është një kategori, por është dhënia e detyruar e asaj pasurie në mënyrë vjetore kur vjen harku kohor një vjetor. Dhe harku mund të fillojë nga Ramazan, por mund të fillojë edhe nga viti i ri, domethënë nga viti miladi që ne jemi tash në 2013, duke filluar nga 2013 deri në fund të 2013-s, mirë po orientohet që të bëhet për llogaritje gjithmonë me për llogaritjen të cilën arabët e bëjnë me vitin Hijre, do të thotë që është më i shkurtër se sa kalendari që ne e praktikojmë në ditët e sotme. Pra është zeqati është dhënia e një pasurie të caktuar nga Allahu subhanahu wa taala në harkun kohor të një viti. Ndërsa sadakaja është diçka që besimtari dhe besimtarja e jep nga vetja e tij, nga dëshira e tij, nga pasuria që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë për të gjetur lumturi shpirtërore. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, Allahu subhanahu wa taala e begatoi birin e Ademit, i dha pasuri, por thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një problem të madh që njeriu e ka në veten e tij, në familjen e tij, në pasurinë e tij, në komshitë e tij dhe në gjithë jetën e tij të madhe, domethënë problemet e mëdha që një person besimtar musliman i ka në jetën e përditshme, siç e tham pra, në pasurinë e tij, në familjen e tij, në pasurinë që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë shumë, por ai ka probleme. Pra është në rastin e biznesit, kur besimtari musliman ka probleme të mëdha, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo i ndodh besimtarit, i ndodh njeriu sepse ai nuk jep sadaka për hak të Allahut subhanahu wa taala. Dhe mirësitë
dhe rregullimin e gjitha këtyre problemeve, besimtarit musliman ja shuan dhe ja rregullon namazin, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadakaja dhe punë dhe veprat e mira që ne i bëjmë në jetën e përditshme. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të nderuar, ditën e gjykimit do dalin njerëzit gjithë para Allahut të madhëruar. Dhe gjithsecilit për njerëzve në mënyrë individuale do të qëndrojnë dhe do të komunikojnë dhe do të kontaktojnë drejt për drejt me Allahun e madhëruar. Kur është në këtë moment të vështirë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i biri Ademit do të shikojë në anën e tij të djathtë dhe nuk shikon asgjë. Nga punë dhe veprat e mira shikon vetëm zjarr. Shikon në të majtën e tij, nuk shikon asgjë nga të mirat që ka realizuar në jetën e kësaj dynjaje. Shikon vetëm zjarr, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shikon para tij dhe rreth tij dhe vetëm zjarr, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe vetëm punë dhe veprat e mira që i ka kryer besimtarin në këtë botë, i vin atë botë, në botën tjetër, për ta ndihmuar dhe për ta shpëtuar nga ajo ditë e vështirë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "O besimtar musliman, ruhuni dhe punoni për atë ditë, edhe sikur ju t'jepni sadaka një gjysmë kokre të palmës arabe që ne zakonisht i përdorim për Ramazan." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Jepni sadaka një gjysmë kokre, që ajo ditën e gjykimit ju vi ju perdet, ju vi ajo ndarje midis jush dhe zjarrit të xhehenemit." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cilësuar këtë hadith që sadakaja që besimtari musliman e jep në jetën e kësaj bote bëhet një perde, një ndarëse midis njeriut dhe zjarrit të xhehenemit. Allahu subhanahu wa taala ditën e gjykimit gjithë gjërat e kësaj dynjaje që ne jemi duke jetuar do t'i transformoj në folës. Tapetin në cilën e vëm kokën sejdë ditën e gjykimit, Allahu subhanahu wa taala do t'i japi gojë, do të flas. Parat që ne kemi me shumicë apo me pakicë në xhepat tona apo në bankat tona ose në magazinat tona dhe në dollapet që i rrymë në shtëpi tona, do t'i japi Allahu subhanahu wa taala gojë ditën e gjykimit, do të flasin ato. Kafshët të cilët ne i kemi pasur në jetën e përditshme, do t'i japi Allahu gojë, do të flasin ditën e gjykimit. Dhe kështu çdo vepër që besimtari e kryen në jetën e kësaj bote, Allahu subhanahu wa taala do t'i japi gojë dhe do të flasë. Dhe qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith është që ditën e gjykimit, vllai i nderuar, do të vi pasuria jote. Do të vi e tërë pasuria që e ke fituar nga aja deri tek zhëja. Do të vi dëshmitar tek Allahu subhanahu wa taala. Do të vi pasuria që e ke fituar në gjitha format, halal apo haram, dëshmitar përpara Allahu subhanahu wa taala. Do të vinë kafshët nëse ke qenë pronar kafshës, do të vinë dëshmitar përpara Allahu subhanahu wa taala. Do të vi tapeti, do të vi makina, do të vi shtëpia, do të vi toka, do të vi gjithçka, dëshmitar në ditën e madhe, ditën përpara Allahu subhanahu wa taala. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadithin e tij që e përmendëm më lart, vetëm sadakaja është ajo që e rrethon besimtarin musliman, e ruan dhe nuk e djeg zjarri i xhenemit. Sejdja që ne kemi vendosur ballin sejdë nuk do ta djegi Allahu subhanahu wa taala në zjarrin e xhenemit. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtarit musliman ditën e gjykimit, i cili është përpjekur të jetë i rregullt me namazin dhe me rregullat e kësaj feje të madhëruar, ai ditën e gjykimit do të ketë dritë në fytyrën e tij, do të ketë dritë në gjymtyrët e tij, do të ketë perde rrethuese në gjithë anët e tij. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më shumë ai person i cili ka dhënë sadaka për hatër të Allahut në këtë botë, ditën e madhe kur do të jenë njerëzit mbi tokën e mahsherit, Allahu subhanahu wa taala me mirësinë e tij do ta vendosi këtë burr, të njeri, të besimtar, të musliman në një hije të arshit Allahut subhanahu wa taala në ditën e gjykimit, ma ditë vështirë kur dielli do të afrohet mbi kokat e njerëzve, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzve do t'i shkojnë djersët rreke, prehallit dhe shqetësimit të madh që është në këtë ditë, ndërsa besimtarit musliman
musliman dhe i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 7 persona që do të jenë, 7 kategori personave do të jenë hyrën e arshit të Allahut subhanahu wa taala, dhe ndërta ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një person i cili ka dhënë sadaka për hatër të Allahut, e ka dhënë me djathtën e tij dhe nuk e ka parë majta e tij. Kush është qëllimi, vëllai nderuar, e ka dhënë djathta dhe e ka parë majta. Qëllimi në këtë këndvështrim është që ti ta japësh diçka nga etja jote, nga dëshira jote, nga zemra jote, ta japësh dhe thuash falënderimi takon ty o Allah, që ma mundsove që unë sadaka, unë njeriu i dobët, unë njeriu i varfër, unë njeriu me probleme të mëdha, ma ka mundsu Allahu subhanahu wa taala që t'jap sadakat në monjë të varfër. Imagjino vllai nderuar, ditët që ti mund kesh qenë i varfër, ditët që ti mund kesh qenë i ri, ditët që ke pasur probleme ekonomike në jetën tënde individuale, mendon një rast të vështirë, një çast të vështirë në jetën tënde, dhe askush nga njerëzit nuk shpëton pa pasur një çast, një periudhë, një moment, një ditë apo një orë të caktuar në jetën e tij që mos ketë probleme. Mendo atë ditë kur dikush ty ndoshta të ka ndihmuar me diçka sa e gëzuar dhe sa e lumturuar. Mendo atë moment vështirë sa ke kërkuar dhe ke shpresuar që njerëzit ty të ndihmojnë. Dhe sa je lumturuar kur diçka ty të ka dhënë babai qoftë nëse të ka dhënë diçka, nëna nëse të ka dhënë diçka, shokët dhe miqt nëse të ka dhënë diçka, ti je gëzuar pa mas. Po kur ne japim sadaka vllai nderuar për të fituar kënaqësinë e Allahut të madhëruar, personat cilët nuk mësohen me dhënë sadaka, dhe nuk ka limit sadakaja. Mund t'jap për sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe një buzëqeshje. Sot ke për njerëzve që nuk kanë dëshirë të japin sadaka në buzëqeshje. I shikon në mëngjes, i shikon të mërzitur. I shikon në mbrëmje, i shikon të mërzitur dhe të qësuar, dhe kur ai buzëqeshje nuk të jep në fytyrën tënde, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, "El-iktisamu", buzëqeshja në fytyrën e vllaut tënd është sadaka. Allahu i madhëruar e bën sebeb sadakan, që besimtari musliman e jep nga zemra e tij dhe jo që shoqëria të thotë filani dha sadaka. E bën sebeb sadakan që Allahu subhanahu wa taala personit që jep sadaka të ruaj nga belat e mëdha, të ruaj nga fatkeqësitë e mëdha, të ruaj nga problemet e ndryshme individuale dhe familjare. Vllai i nderuar, a nuk jemi ne që kemi probleme të mëdha në familjet tona? A nuk jemi ne që çdo ditë grindemi në familjet tona? Qoftë burrat me gratë, qoftë të moshuarit me trejat, me djemt, me nipërit, me mbesat dhe kështu me radhë. Është një fenomen i përditshëm në familjet tona. A nuk jemi ne që kemi probleme sëmundje në shtëpitë tona, persona të sëmurë? Djali, vajza, babai, motra, gruaja të afërmit tan janë të sëmurë. Nuk kemi ne, vëllezër të nderuar, nuk kemi ne që kemi probleme të ndryshme në jetën tonë, fatkeqësi që na vijnë njëra pas tjetrës. Probleme të ndryshme që kemi ditë pas dite. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin e tij, i cili është një argument për ditët në cilën ne jemi duke jetuar. Dhe kjo ka qenë edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo s'është argument vetëm sot. Mirë po ne besimtarët musliman bashkohor të aktualitetit të shekullit të 21 po e përjetojmë më shumë këtë lloj problematike. Pra fatkeqësitë e mëdha në familje, problemet e vazhdueshme në familjet tona, problemet individuale, sëmundjet individuale në cilat ne harxojmë para të mëdha. Kush prej nesh nuk harxhon para duke shkuar në spital? Kush prej nesh nuk harxhon para të mëdha pa e ditur se ku shkojnë ato? Bela njëra pas tjetrës. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij, es-sadaqa, sadakaja që besimtari musliman e jep për hir të Allahut subhanahu wa taala, tasuddu 70 baban min as-sub. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadakaja që një besimtar musliman e jep për hir të Allahut, për hatër të Allahut, për të fituar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe që Allahu ta ruaj në këtë botë dhe në botën tjetër ta shpërblet me xhenetet e larta, thot pejgamberi, Allahu subhanahu wa taala e mbron atë dhe ja ngushton rrugët 70 problemeve që mund t'i vinë në jetën e tij të përditshme. 70 lloje problemeve Allahu subhanahu wa taala na i mbyll ato si shkak të
sadakas që ne japim. Dikush më thot pak shekën 70. Ti vllai i nderuar që ke problem në dorën tënde nuk mund ta lëvizësh dorën. Ti vllai i nderuar që ke problem në familjen tënde me gruan tënde. U bën 2, që po i numërojmë ne disa. Ti vllai i nderuar që ke problem me djalin tënd që nuk të ndëgjon. U bën 3. Ti vllai i nderuar që ke probleme në shtëpinë tënde nuk ke risk. U bën 4. Ti vllai i nderuar që nuk po gjen lumturinë e kësaj bote që nuk e nin veten tënde komod, u bën 5. E po të vazhdojmë shumë e rrallë, shkon 70. Po në këto 70 përmbledh në 5 që ne i përmendëm tani, u përmblodh një pjesë e madhe e jetës tonë përditshme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, Allahu subhanahu wa taala i mundson birit të Ademit që t'i shërojë të sëmurët e tij me anë të sadakas. Kur dikush për nesh është i smur, ç'bëjmë ne? Themi më dhem koka. Me njëherë tek doktori apo tek farmacia, barnatorja që i thonë ju, të blem ilaçe. Në dhem diçka në trup, me njëherë tek mjeku, që të marrim ilaçet e duhura. Kemi probleme individuale dhe familjare, kërkojmë zgjidhje e tyre në anë të ndryshme, po do të përqendrohemi tek trupi ynë, individualisht. Pejgamberi si na ka mësuar vëllezër të nderuar. Thot i dërguari Allahu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, da'u mardhakum bi sadaqa. Që do thot në gjuhën tonë, i shëroni të sëmurët tuaj, mesin tuaj me anë të sadakas. Subhanallah, dikush mund të thotë, si ka mundësi që një person i smur të shërohet me anë të sadakas? Si ka mundësi? Don logjika jon e përditshme, logjika jon e ngushtuar e vogël, na thot është e pamundur që logjikisht një person të shërohet me anë të sadakas. Vllai dashur, kush solle ty në këtë botë? Si erdhe ti në këtë botë? Dikush thot marrëdhëniet burr me grua dhe u realizua dhe doli ajo u bashkua ujë me ujë dhe pastaj u bë trupi i njeriu në barkun e nënës, pastaj lindi, erdhi në dynja, vazhdoi, punoi dhe jetoi një jetë të lumtur. Vllai nderuar, shumë mirë deri këtu. Po fizikun tënd kush ta dha ty forcën që të punosh dhe të jetosh? A keni parë një shok apo një mikun tënd që dorën e djathtë nuk e lëviz dot? Apo dorën e majt nuk e lëviz dot? Këmbën e djathtë nuk e lëviz dot? Këmbën e majt nuk e lëviz dot? Zemra ti ka probleme. Trupi ti ka probleme. Kush ja dha këtij njeriu? Dikush mund dalë dhe thotë, janë problemet e përditshme që ne i kemi në shoqërinë tonë, sëmundjet që janë përhapur dhe ato sjellin tek individi problemin që fiziku i tij mos jetë i fuqishëm. Ndërsa vllai i nderuar, pejgamberi jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe feja jon e ndritur islame në ka mësuar që ne të sëmurët tanë t'i shërojmë me anë të sadakas. Dhe si ndodh kjo? Unë për ta ilustruar këtë do të marr një shembull. Para disa kohësh në botën arabe një grua merr në Arabinë Saudite, njerëzit janë pasur dhe marrin njerëz që t'i shërbejnë në shtëpi, jo për të gatuar, jo për të pastruar, jo për të pastruar rrobat dhe për t'i pasur në punë të ndryshme të shtëpisë. Një grua ishte e sëmur me kancerin. Duke u dobësuar fizikisht, kjo i kërkon burrit saj që të marrin një shërbëtore. Dhe e marrin një shërbëtore nga Indonezia. Shërbëtorja vjen në shtëpi, lante, pastronte, rregullonte dhe i bënte të gjitha punët dhe gjërat e mira që kishte nevojë një familje. I gatuante, i lante, i shplante, i rregullonte të gjithë orëndit e shtëpisë. Mirë, po kishte një problem kjo grua, shërbëtorja. Sa mbaronte punët e shtëpisë, u ndalonte në një cep të shtëpisë së saj dhe vetëm qante. Qante dhe një ditë prej ditësh kjo gruaja, pronarja e shtëpisë, zonja e shtëpisë, e hetoi. E hetoi që kjo shërbëtore po qante dhe nuk e dinte se çfarë sebepi kishte që kjo çdo ditë qante pa pushim. E pyet dhe thot, ti shërbëtore që ke ardhur në shtëpinë time, që nga dita e parë që ke ardhur, shtëpia ime ka ndritur. Mirë, po që nga dita e parë që ke ardhur, ti vetëm qan, nuk e di çfarë sebepi ke, çfarë halli, çfarë të mungon në këtë shtëpi, ushqim ke sa të duash. Ngrohje, shtëpi, komode dhe të gjitha mundësit unë t'i kam dhënë. Zullum, padrejtësi nuk po të bëj, do në që të mundoj më tepër se sa duhet.
Kjo vajzë ose kjo grua shërbëtore qante dhe pastaj i thap zonjës shtëpisë, ditën që ka marrë këtu në Arabi Saudite nga Indonezia, kisha mbushur vetëm 20 ditë që kisha lindur. E kishte lënë foshin e saj 20 ditë që në shtëpi, për hallet dhe nevojës së madhe për të jetuar, ishte detyruar dhe kishte ardhur dhe mundësia se herë pas here edhe mundësia për të pasur rizq për të punuar është një kismet nga Allahu subhanahu wa taala. Kur dikur njerëzit gëzoheshin se kishin një ditë pushim, sot njerëzit gëzohen kur gjejnë punë. Dhe kjo grua ishte gëzuar pa mas që kishte gjetur punë dhe kishte filluar të punonte. Mirë po një fatkeqësi e madhe kishte ndodhur asaj, 20 ditë pasi kishte lindur dhe ishte leon, ende nuk e kishte mbushur 40 ditë që do të qëndroj pa lëvizur ajo, emigron, fluturon në ajër dhe vjen në Arabinë Saudite. Kur kjo e zonja e shtëpisë ndëgjon këtë historinë e kësaj gruaje dhe shikon që ajo po jetonte në mënyrë të vështirë pa foshin e saj, i thot, do të ikësh, do të kthesh në vendlindje, rrogën cilën e merr këtu siç është bërë kontrata do ta marrësh për një vit atje dhe mas një viti do të vish në Arabi të vazhdosh punën tënde sërish. I përgatisin dokumentacionet, ajo kthehet në vendlindjen e saj, vazhdon të jetojë me fëmijën e saj dhe pasurinë apo rrogën që ja takonte kjo gruaja e zonja e shtëpisë, ja çonte muaj për muaj. Dhe pas disa kohësh, vëllezër të nderuar, kjo grua shkon të vizitohet në spital. Dhe ne dim, ata njerëz janë të smur me kancerin apo sëmundje të ndryshme, shkojnë në mënyrë kronike her pas here tek mjeku për të kontrolluar dhe për të ndjekur situatën e sëmundjes. Shkon atje, vizitohet dhe mjekët i thonë nuk e asgjë në trupin tënd. Ku shkoi kanceri? Ku shkoi sëmundja e kësaj gruaje e cila po vuante me ditë dhe me vite të tëra dhe priste momentin që të largohej nga kjo dynja? Allahu subhanahu wa taala që e sprovoi të grua, Allahu i madhëruar ja hoqi kësaj gruaje si shkak i mirësisë së madhe që ajo bëri për ta bashkuar një nën me vajzën e saj dhe si shkak i duave të pafundme që kjo nën, e cila udhtoi në vendlindjen e saj, i bënte pa pushim o Zoti i Madh këtë grua, këtë motor të njëri, fale mëshiroje, smundjet, belat dhe gjithë problemet që ka shpëtoja dhe lehtësoje. Pra vëllezër të nderuar, a nuk është ky argument që Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na mëson të na thotë dau mërdakum bi sadaka, shëronit sëmurit tuaj me sadaka, dhe ky është një rast konkret dhe ka shumë raste në historinë e përditshme të njerëz që janë shëruar dhe kanë shpëtuar si shkak i sëmundjeve që kanë pasur në trupin e tyre, si rrjedhoje sadaka si kanë dhënë për hatër të Allahut subhanahu wa taala. Lutja që një fukara ka bërë për ty dhe për mua, kur je bërë sebeb ke dhënë sadaka, Allahu subhanahu wa taala ja ka pranuar duan atij dhe ty të shtu bolliku. Lutja që një fukara ka bërë për ty, Allahu subhanahu wa taala e ka pranuar atë dhe ty të shton një shëndet i plot. Një lutje që e ka bërë një besimtar, një njeri në nevojë, një hallaxhi i cili nuk ka pasur bukë me në shtëpi, Allahu subhanahu wa taala ka dhënë bereqet dhe pasuri të madhe në familjen tënde, begati të mëdha ekonomike, dhe Allahu subhanahu wa taala të lumturoj. Pra si shkak i lutjeve dhe duave që Allahu subhanahu wa taala ja ka pranuar një njeriu të varfër, njeriu hallaxhi, njeriu i cili ka probleme të ndryshme në jetën e tij individuale ekonomike, Allahu subhanahu wa taala si sebeb i saj ty të ndihmoj. Vëllezër të nderuar, a nuk e përmenda pak më lartun? Tham, kemi 70, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 70 lloje nga problemet që belave që i vjen njeriu, Allahu subhanahu wa taala ja shëron apo ja ndalon atij, ja mjekon dhe ja rregullon si sebeb i sadakas. Ne përmendëm 5 prej tyre. Ti vllai i nderuar, që Allahu subhanahu wa taala të ka dhënë pasuri. Ty që Allahu subhanahu wa taala të ka dhënë mundësi që të kesh lek në xhepat e tu. Fukara, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ai që nuk ka as të haj, as të pi, nuk ka as një lloj mundësie në jetën e tij. Dhe më tepër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që është fukara në këtë botë, do dali përpara Allahut fukara, jo ai që nuk ka para. Ai njeri i cili nuk ka as një të mirë shpirtërore në jetën e kësaj dynjaje. Thot i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, i jepni sadaka sepse sadakaja ju shëron. I jepni sadaka sepse sadakaja ju lumturon.
Jepni sadaka, sepse sadakaja ju bën që ju të mos keni probleme në familjet e juaja. Jepni sadaka që Allahu subhanahu wa taala t'ju fusi në xhenetet e larta. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke përgatitur ushtrinë e tij për ta çuar Tabuk. Dhe i thot shokëve të tij: kush prej besimtarëve musliman sot përgatit ushtrinë për të çuar në Tabuk, do më t'i japi kuaj, t'i japi armë, ushqime, sepse ushtria tonë dhe t'haj, veshmbathje dhe gjëra të ndryshme, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush prej jush e përgatit të ushtrinë, t'i garantoj xhenetin e lartë. Sahabët qëndruan të heshtur, nuk kishin mundësi ta përgatisin ushtrinë. U ngrit Uthmani radhiyallahu anhu thot, unë i dërguari i Allahut. Edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, halal qof xheneti. Dhe thuhet në hadithet apo në hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam transmetohet që Uthmani radhiyallahu anhu e ka blerë 3 herë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala duke qenë në dynja. Do në përgëzim të madh besimtari që jep sadaka për hatër të Allahut, Allahu ja lehtëson atij në ditën e gjykimit dhe kështu nisëm ligjëratën tonë. Mirë po vëllezër të nderuar, një koncept tjetër problematik në jetën tonë të përditshme është që njerëzit kanë frikë me dhënë sadaka se thonë na marrojnë parët. Dhe sidomos kur burri diskuton me gruan, që t'japim diçka, ata fillojnë dhe bëjnë llogaritë, jo se kemi për të mbaruar këtë hall, kemi për të bërë këtë hall, kemi për të bërë këtë, kemi për të bërë atë, dhe gjejnë justifikime të ndryshme dhe thonë fund fare, ne s'kemi mundësi me dhënë sadaka, kështu që Allahu subhanahu wa taala atij që ka mundësu me dhënë sadaka të japi se ka para shumë. Mirë po vllai nderuar, që t'japësh sadaka nuk është kusht që të kesh pasuri të madhe. Sepse nëse dikush jep 1 frang dhe pasuria e tij është 10 franga, sevapi i tij është 1000 herë më i madh se sa ajo që ka dhënë. Nëse dikush ka 1 milion franga dhe jep 10.000 franga, si është sevapi i këtij personit 1 me 1000 me 10.000 është shumë i madh. Po ti llogarisim, mirë po në bazë të për llogaritje individuale që gjithë secili i ka, shpërblimi atij që ka më pak është më i madh tek Allahu subhanahu wa taala. Pra si shkon, ai që ka shumë para jep shumë, i vlerësohet më pak, ai që ka pak jep pak dhe i vlerësohet më shumë tek Allahu subhanahu wa taala. Por që t'i japësh sadaka vëllezër të nderuar mbi të gjitha kërkon zemër. Kërkon zemër që ti ta japësh. Dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ta japësh dhe kurrë mos kesh frikë fukarallikun. Kush don ta provoj besimin e tij, kush don të provoj burrërinë e tij dhe atë mbështetjen e tij tek Allahu, dali sot në rrugët dhe t'i zbrazi këtë çfarë ka në xhepa, ose t'i loj narkën e xhamisë ose t'i japi dikujt sadaka. Jo për të provu Allahu subhanahu wa taala, por për të provu ti besimin tënd. Shkarkoj xhepat tënde, çfarë ke në xhep? Dikush më thot kemi kartë krediti dhe na mbarojnë kredit. Jo, parat e holla që kemi. Ta provojmë. Një herë, një burr, një rast për këtyre rasteve që thashun, shkarkoj xhepat të tuaj. Një burr e kishte kapur fukarallikun maksimum. Dhe tradita është që kur njeriu e ka kapur fukaralliku, probleme të mëdha kanë familje, zihet me grup. Sidomos kur është dhe papun, jo ti je dembel, ti je kështu, ti je ashtu, dhe fillon e akuzon gruaja në gjitha forma dhe gjitha mënyrat burrin. Dhe ky person kishte ardhur në një situatë të tillë që nuk kishte rrugëzidhje nga jeta e kësaj dynjaje dhe probleme të mëdha ekonomike kishte. Fëmijët i kërkonin ushqim, ai nuk kishte çfarë t'i sillte në shtëpi. Dhe ishte në xhami, fali namazin e yatsis, dol prej xhamie, dhe një grua plak i lutet dhe i thot për hatër të Allahut madh. Kam fëmijë ke shtëpia dhe sot na janë shtu shumë to gratë dhe njerëzit që lusin dhe thon kam te, por Allahu i di më së miri hallet gjithë secilit individuale. Dhe kjo grua i thot që kam fëmijë tek shtëpia dhe nuk kanë bukë me hang. Për hatër të Allahut të madhëruar, më jep diçka që t'i çoj ushqim fëmijëve në shtëpi. Ky burr thot kisha në xhepin tim 1 dinar e gjysmë. Sikur themi 1 frangë e gjysmë. Mendova dhe thash, o Allahu i madh, un kam 1 frangë e gjysmë dhe me këtë pasuri do t'i blej ushqim për t'i çuar fëmijëve në bukë shtëpi dhe nuk e di do ngopen apo jo. Filloi u vendos në dilemë.
mirë po në njëjtën mënyrë ati ju kujtua fjala e Allahut subhanahu wa taala që thot në Kur'anin Kerim, ati njeriu që je për hatër të Allahut. Vini mend. Ai njeriu që je për hatër të Allahut subhanahu wa taala me zemër të pastër dhe i bindur se Allahu subhanahu wa taala do ta shpërblejë në këtë dynja dhe do ta shpërblejë botën tjetër kur dali para tij, Allahu do t'ja shtojë atij. Jep 1, Allahu t'jep 10. Jep 10, Allahu t'jep 100. Jep 100, Allahu t'jep 1000. Kështu Allahu subhanahu wa taala e shumë fishon mirësinë e tij tek ti dhe tek unë dhe të gjithë ata njerëz që japin sadaka. Thot ky njeri, vendose nxorrën nga xhepi im, ja dhash 1 frangë gjys, ajo faktikisht historia është ka qenë në ato parat që kanë jetuar atëherë, por ne po themi 1 frangë gjys ja lash në dorë kësaj gruaje të moshuar. Dhe thash Allahu dhoft bereqet dhe t'i dhoft fëmijëve tuaj ushqim të bollshëm dhe halal inshallah sonte në këtë natë dhe u drejtua drejt shtëpisë së tij. Gruaja, ne e dim që gratë në rastin që s'ke pru gjohë, buk shtëpi do filloj direkt defterin, do filloj pse se bëne, pse këte, pse atë dhe fillon një histori gjatë. Hyn në shtëpi, i mërzitur, i shqetësuar, i raskapitur dhe nga ana morale sepse nuk kishte çfarë t'i jepte fëmijëve të tij. Qëndron i mërzitur dhe i shqetësuar në shtëpi, kur pas një periudhe kohore e merr në telefon një shok. Thot, o filan, do të urdhro, unë jam filani, ja tregon emrin e tij. Kam dëshirë me të vizitu, a pret miq tash ti masjacie? Thot, bujrëm hajde. I thot mikut, bujrëm, por e nuk ishte asgjë, ushqim s'kishe për fëmijët e tij, jo më ushqim për mikun dhe musafirin që po e vinte. Vjen, ulen, fillon bizedojnë, çmallën se kishin vite pa u takuar dhe thot, o vllai i dashur, thot, a kujton dasmën tënde që ti u martova atëherë doje të bleje diçka? Unë kisha shumë dëshirë të ndihmoja, mirë, po nuk kisha mundësi atëherë. Dhe gjatë gjithë kohës time në mënyrë të vazhdueshme kam pas dëshirë që ty të ndihmoj dhe ka qenë ëndra ime që një ditë kur Allahu të më mësoi të kem pasuri, ty të ndihmoj me diçka dhe sot alhamdulillah Allahu më ka dhënë pasuri dhe ka menduar që t'jap diçka dhe nxjerr një zarf e jep në dorë. Ky njeriu që tregon histori thotë unë kundërshtova, thash nuk e dua. Unë kundërshtova, nuk e dua, ai thotë ta marrësh, në fund fare unë e mora, u përshëndeta me mikun te miku dhe kur hapa zarfin ai më kishte sjellur 150 franga. Sa dha ky vëllezër dhe rua dha 1 frangë gjysmë. Allahu subhanahu wa taala i solli këtij 150 franga. Dhe ajo që dua të them. Ndoshta dikush mund thotë, jo, ai ishte kader, ai kishte bërë plan me ardhmë dhe kështu erdhi dhe realizoi dhe ky i mori 150, ky i dha 1 frangë gjysmë, domethënë fillon ta ndërlikon bisedën. Dhe unë thash pak më lart, kush do të testoj besimin e tij tek Allahu subhanahu wa taala, le dali nga dera e xhamis ose një fukaraj ta gjej ku diet ai, t'i japi parat që kanë xhep t'i shkarkoj me shpresë tek Allahu, se Allahu do t'ja shtojë dhe vallahi, tallahi, billahi, atij njeri që e bën për hatër të Allahut, kur Allahu subhanahu wa taala nuk e zhgënjen në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Sa histori ka në jetën tonë përditshme vëllezër të nderuar. Sa histori ka, sa njerëz që i kanë jetuar këtë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e shton pasurinë me anë të sadakas. Allahu jep bereqet pasurisë me anë të sadakas. Allahu jep lumturi familjes me anë të sadakas. Allahu jep shëndet të plot individit me anë të sadakas. Allahu subhanahu wa taala jep bereqet shoqërisë me anë të sadakas. Allahu subhanahu wa taala sjell paqe, lumturi, dashuri dhe harmoni dhe bereqet në të gjitha sferat e jetës me anë të sadakas. Pra vllai nderuar, duke e trajtuar nga fillimi deri në këto momente, ne në mënyrë të vazhdueshme kemi thënë dhe themi dhe koncepti është, duhet të jetë sadakaja prioritare e një besimtari musliman, që Allahu subhanahu wa taala t'i japi lumturi në këtë jetë, në të gjitha sferat e jetës. E tham, do me testu besimin tënd, dil edhe shkarkoj xhepat. Do me provu, jo Allah, me provu veten tënd dhe besimin tënd, nëse je grind me gruan sot në shtëpi para se të vish në xhuma,
ose me fëmijët tuaja para se të vish xhuma, ose nëse ke probleme me bosin tënd para se të vish xhuma, ose ke probleme me klientët e tu para se të vish në xhuma, jep sadaka për hatër të Allahu subhanahu wa taala, ngrit duart nga Allahu i madhëruar dhe thuaj: o Allahu i madh, nëse ke probleme me gruan, shto dashurinë dhe harmoninë, dhe vallahi tallahi billahi kur të shtëpi, gruaja do të presi me zemër të madhe. Nëse ke pas problemin me pronarin, pronari do të presi me zemër të madhe. Nëse ke pas problem me klientin, vallahi Allahu subhanahu wa taala do t'ja çojë ti klientit tënd që të presi me zemër të mirë. Nëse dikush të ka marrë borxh dhe nuk t'i ka kthy, jep sadaka për hatër të Allahu subhanahu wa taala dhe ai vallahi do t'i kthejë nëse i ke halal dhe meriton atë. Vllai nderuar, kudo që ta çosh ti mendjen tënde në jetën tënde, jep sadaka për hatër të Allahu subhanahu wa taala, duke qeni bindur që në jetën e kësaj dynjaje do ta japësh, do ta gjesh shpërblimin tu dhe shpërblim të madh kur dalësh para Allahut ditën e gjykimit, kur do të jetë perde midis teje dhe zjarri i xhenemit, dhe kur do të jetë hije në ditën që do dalësh përpara Allahut të madhëruar, atë ditë që nuk ka hije tjetër përveç hijes së arshit të Allahut subhanahu wa taala. E lutim Allahun na falet, na mëshiroj dhe në rrugën e drejtë na udhëzoj. E lutim Allahun subhanahu wa taala që zemrat tona të çliroj nga ngurtësia e saj dhe kopratësia e saj. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na japi mundësi që të japim sadaka për hatër të Allahut me dorën tonë, me zemrën tonë, me mendjen tonë dhe me gojen tonë. E lutim Allahun subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë të veçanta që problemet e mëdha familjare që kemi, Allahu na i falet, na mëshiroj dhe na rregulloj. E lutim Allahun subhanahu wa taala që evladin ton rrugën e drejtë ta udhëzoj. E lutim Allahun subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë të veçanta që gjithë shoqërinë tonë dhe xhamatin tonë veçanti, Allahu rrugën e drejtë ta udhëzoj dhe problemet e përditshme t'ia mundsoj që sa më shpejt i kaloj. E lutim Allahun subhanahu wa taala sot në këtë ditë xumaje që gjithë vëllezërit dhe motrat tona kudo që janë vendet që vriten dhe priten për hatër të Allahut, Allahu t'i falet, t'i mëshirojë dhe paqen tek ata sa më shpejt ta çojë. E lutim Allahun subhanahu wa taala sot në këtë ditë xumaje që pranohen lutjet dhe duat që botën në mënyrë globale me problemet dhe hallet e saj drejt paqes, lumturisë dhe dashurisë dhe harmonisë ta çojë. E lutim Allahun subhanahu wa taala të na marrë shpirtin kur largohet